i cili akoma ka zgjatur shumë në vendin tonë, kemi faktojnë luftë, pastaj Covid-i mos ta na shkalojmë për shkak se ka asociu me gjendjen e luftës. Gjithashtu mendoj është edhe një faktor tjetër. Përveç kësaj janë edhe këtu ngjarje globale që po ndodhin, që po ndjellin frikë dhe vërtet gjitha këto e kanë ndikuar se kanë dëmtu ose akoma më rënd gjendjen tonë emocionale së shëndetit mendoj i cili në vazhdimsi ka qenë fragjil edhe shumë i ndjeshëm. Mos harrojmë, neve jemi një popull i cili mbas gjithë këtyre gjërave që kanë ndodhur dhe përvoja nuk është pru trajtim. Neve akoma nuk e dim sa kemi individ me probleme të shëndetit mendor e të cilët kanë kalu luftën ose ata të cilët janë rrit në familje nga familje të cilët kanë kaluar luftën, prandaj problemi është më i thellë, jo vetëm si një ngjarje e vetme, po problemi është mënyra se si neve po reagojmë, mënyra se si reagojmë vetëm në komunikacion ju mund ta shihni se nuk kemi një stabilitet emocional dhe aty ajo shpërfaq një gjendje jo stabile të shëndetit mendor, prandaj në çdo fushë, edhe në debate, edhe te faktori politik, neve shohim vërtet si jemi një shoqëni me probleme shumë të mëdha. Mendoj si nuk ka një dallim shumë të madh as vend as Shqipëria. Prandaj, unë mendoj që të dyja vendet nuk kanë pas strategji ose nuk kanë investu në shëndetin mendor edhe në vendisimin e popullatës për kujdesin ose edhe për ofrimin e shërbimeve. Në Kosovë, nuk e di në Shqipëri, akoma ekziston stigma për vizitën e psikologëve apo psikiatri. E unë jam e bindur se neve kemi shifër alarmante të qytetarëve që vuajnë nga këto probleme madhore të shëndetit. Qartë. Zonja Zyla, doja dy pyesja si psikologe, një analizë të shkurtër, cilat janë rrethanat, kushtet që një individ e çojnë në veprimet të tilla? Patjetër, po një individ sado që të përjetojë ngjarje të rënda ose çfarë do të qoftë, nëse ka një stabilitet ose një gjendje stabile të shëndetit mendor, nuk do ta çojë këto veprime. Unë mendoj si ajo vajzë paraprakisht nuk ka pas një stabilitet emocionale dhe ndoshta ka pas probleme, është shumë e mundur probleme të patrajtuara të shëndetit mendor, por ndryshe nuk mendoj si një individ sado që në afekt, në çfarëdo situate nuk do të vepronte në këtë mënyrë. Prandaj mendoj edhe për mua shumë më e thellë problemi që neve kemi si shoqëni e që neve nuk e dim çfarë numri është shoqëria jonë, çfarë numri alarmant është lidhur me problemet e shëndetit mendor. Sepse vetëm kur po ndodhin rastet, neve po na shpërfaqin probleme të tilla. Ju nuk e di a i keni përcjell, po neve kemi ngjarje të mërshme edhe para 2 ditë ose edhe një javë në fundit. Prandaj po them që nuk është një rast i izoluar, këto që po ndodhin, ky rasti në Polujev, po ka raste të njëjshme që po ndodhin në vendin tonë, si pasojë bazike është shëndeti mendor, për shkak se këto vijnë si problem i mos menaxhimit të duhur të emocioneve dhe gjendjeve të rënda emocionale. Një individ me një pjekuri emocionale, në çfarë situate nuk të arritë deri në këtë pikë. Prandaj po them, mendoj si këto situata, edhe nëse nuk është aq e rëndë një situatë, një individ që nuk është stabil në aspektin emocional, nuk ka kontroll mbi emocionet, mund të veprojë në mënyrë të tmerrshme. Prandaj neve duhet të kemi kujdes edhe kur në çfarëdo komunikimi kur kemi edhe në qytet, me çfarë individ kemi të bëjmë, sepse neve nuk e dim reagimet e tjetrit për shkak të tyre problemeve të akumulume që nuk trajtohen edhe nuk jemi në dieni vërtet me çfarë përmasa të mëdha po përballet shoqëria jonë lidhur me shëndetin mendor. Zonja Zyla, faleminderit për këtë komunikim të shkurtër, për mesazhet drejt për drejta që dhe, në fakt.